Velipoja po përballet me një situatë alarmante mjedisore. Bregdeti i saj është mbushur me mbetje plastike të nxjerra në breg gjatë ditëve me reshje intensive dhe det të trazuar. Prej gati një jave, bregdeti i Velipojës po përballet me një ndotje mjedisore të rëndë. Reshjet intensive të rëna rreth një jave parë kanë sjellur në breg tonelata mbeterinash të transportuara nga lumet dhe porrojt e fryrë. Ditën e sotme në bregdetin e Velipojës vërej që ishin biznese që po ndërhynin për pastrimin e rërës. Kjo situatë ka nxitur edhe reagimin e shoqatave mjedisore, të cilët kanë bërë thirrje për një aksion me datë 10 dhjetor për pastrimin e bregdetit të Velipojës. Patjetër, është hera parë që noll në këtë mënyrë, faktikisht në deltën e Bunës noll rregullisht, sepse pjesa e lumeve kur ka fryrje e ujit gjithmonë vinë pastron lumet dhe derën në bregun e derës së Bunës, pra në pjesën e Adriatikut dhe afër Malit Zi. Kurse për momentin që flasim, i ka gjatë që nolli tash është hera parë që noll në këtë mënyrë, sepse janë mbi 50 ton meteorina, mendojmë që në pjesën e 4 kilometrave krejt vit të Rancë. Pra është një katastrofë e cila faktikisht mund me qytet edhe një emergjencë kombëtare, sepse duke pa që natyra është kthyer në këtë mënyrë edhe jo vetëm pjesën e bregut të Velipojës, por janë shumë pjesë lumeve ose bregdetit shqiptar, pra duhet të mobilizu sa më shumë institucione të ndryshme, emergjencat kombëtare, gjithkohë që me riparu këtë problem që kanë unë, sepse mundë me thanë edhe thojmë shpesh që jena me fat në momentin që flasim, sepse meteorinat kanë ardhur edhe herë njerëzve, tash ne duhet më mobilizu dhe normalisht me bën një aksion të madh pastrimi ku faktikisht kena ato përgatitur. Me datën 10 dhjetor jena ato përgatitur aktivitetin e madh, një aktivitet masiv i cili mendojmë që kanë më shku minimi aktivista për pastrimin e Velipojës, që i bëjmë thirrje çdo institucioni, çdo biznesi, çdo personi që do të bashkohet na shkruajnë edhe normalisht të jena tonë bashkë me zgjidh këtë problem. Ndotja nga Shqipëria ka vënë në alarm edhe Kroacinë, në bregdetin e së cilës po ashtu disa ditë më parë ka mbërritur masivisht mbetje plastike nga Shqipëria, të identifikuara si shqiptare përmes etiketave dhe simboleve, të cilët kanë pushtuar portin e vjetër të Dubrovnikut dhe plazhin Banje.